në momentin kur dikush i cili ka kaluar këtë sprovë del dhe flet publikisht, në mënyrë ju tregon të tjerëve se ne nuk kemi nevojë të ndjehemi keq. Në shumë raste, pikërisht në momentin e parë kur ti më ke thënë a mund vish dhe të dalësh hapur të bisedosh, më desh një dytë të mendoam nëse duhet. Dhe pastaj thash me vete, po mirë, unë smundje nuk e kam zgjedh. Më thon, unë pse duhet kem frikë, pse duhet të vraj mendje se si të tjerë do e perceptojnë ato se në për cilën unë kam kalu. Dhe të them të drejtën, për mu ka qenë, në gjuhën angleze thot një relief, për mu ka qenë një lehtësim i madh në momentin kur kam dal, dhe atëherë ende me hapur kam folur me çdo grua që kam takuar, qoftë kolege, qoftë të njohura, dhe çdo herë kur kam pyet çfarë moshe kanë, kam thënë, a keni shku ndonjëherë, keni bërë ndonjë kontroll, dhe mos mendoni se smundja nuk do ju prek juve. Nëse flasim për statistikat për cilat flasin mjekët, dhe themi se numri i grave të cilat kanë probabilitet për të prekur është kaq i lartë, atë më them, mos e humni shansen. U atregoj për përvojës time që ju duhet të ndiqni, sepse fati im i mirë që unë u diagnostikova në fazën e parë dhe i shpëtova shumë problemeve tjera dhe sot për fat mirë pas 6 vite gjysëm jam mirë. Marr një terapi të vogël për të zvogëluar mundësinë për të përsëritur, por së është jetë, unë jam mirë.